brez pedagogësh shumë të rëndësishëm, ndërta përmend Ilir Polenën, që ka qenë mësuesi i historisë muzikës dhe na ngjizja atë pasionin për muzikën e madhe, dhe sigurisht në mënyrë të veçantë profesor Josif Mingën, kompozitorin, cilin e respektoj shumë, pasi ishte ai i pari që në lloj kuptimi më nxiti që të merrem me krimtarinë muzikore dhe për të ardhur pastaj tek profesor Çesku, i cili është ai që e përmenda në fillim, një njeri jashtëzakonshëm për muzikën. Ju keni fatin që profesorin tuaj të shkollës mesme ta keni gjallë, Josif Minga vazhdon dhe ka një aktivitet artistik shumë të ngjeshur dhe intensiv. Çfarë mendon ai për punën tuaj? Po, profesorin e kam afër si gjithmonë, nuk lëm rast pa diskutuar kontributin e tij që vazhdon, si ju thatë me të drejtë, që e jep në jo vetëm në Korçë, por edhe në Tiranë me premierat e vazhdueshme, në mënyrë të veçantë atë që i ka bërë Korçës me zbukurimin e jetës muzikore të Korçës, vazhduesi një tradite të madhe siç ka qenë Emri Thomanasi në vitet 20-30. Dhe sigurisht diskutojmë. Më ndjek, biles më ka bërë dhe një surprizë shumë të bukur kur unë kisha premierën e operas Eumenides në Athinë në vitin 2005, ka ardhur nga Korça Enkas për ta dëgjuar dhe vepra u luajt në atë teatrin e famshëm të Akropolit, Herodës Attikës Teatr. Kam marrëdhënie shumë të mira dhe gëzohem që e kam patur afër dhe i uroj profesorit shëndet dhe krijimtari të mbar. Ti kthehemi simfonisë suaj Albanoi. Më bëri përshtypje emri, çfarë do të thotë? Shqiptoj e mirë apo jo? Albanoi. Albanoi, po. Albanoi është përmendja e parë e emrit të shqiptarëve në një dokument të shkruar të letrave antike dhe qëllimi im duke uazuar këtë emër, që në fundit është rënja e albanëve, e arbërve, për të ardhur deri te shqiptarët e sotëm, ishte jo që të përshkruaj një histori të shqiptarëve, sepse historinë e përshkruar më mirë fjala, por duke e marrë këtë fjalë si një fjalë qelës, u përpoqja që përmes kësaj fjale të përshkruaj tiparet muzikore të shqiptarit, të gjitha kohërave, duke ndërtuar një gjuhën time të veçantë për këtë simfoni, në krahasim me simfonit që shkruhen sot në botë, pasi dihet që simfonia klasike ka lindur dhe përshkruhet si një kalim nga errësira drejt dritës. Pra, kohët e simfonisë që janë 4, përshkruheshin si kalim nga errësira drejt dritës, nisur nga fakti që kohët e errësirës janë disi më të ngadalta dhe dritat janë kohët e 3 dhe të 4. Unë ndërtova një skemë tjetër, ndërtova skemën që ta ruaj ciklin klasik me 4 kohë, por tashmë ky kalim drejt errësirës në dritë shndrohet për mua si kalim nga dhimbja drejt gëzimit, pasi më kujtohet gjithmonë një shprehje profesor Çabejt që shqiptarin e ka shoqëruar kënga nga lindja deri në vdekje dhe pikërisht simfonia ime është një simfoni e tipareve muzikore të shqiptarit, duke eksploruar le të themi vlerat dhe super vlerat e tij më të mira nga veriu në jug dhe për këtë arsye kohët u ndërtuan me nga një titull simbolik që nuk është programatik, po është orientues, për shembull koha e parë e simfonisë quhet Epos dhe ja jemi këtu përpara. Po e shoh se dal nga dal ne u afruan pranë shkrimtarit Ismail Kadari, ju sikur më çuat drejt në një ndodh drejt këtyre portreteve, dy tre skicave. Po, janë disa skica shumë interesante të Maxi Velos, të gjeniu të letrave shqipe, një kalibër jashtëzakonshëm i kulturës shqiptare, tashmë me famë botërore, dhe simfonia ime në një aspekt lidhet dhe me emrin e Ismail Kadares, pasi koha e parë që quhet Epos i është dedikuar Ismail Kadares, për shumë arsye, pasi unë e gjykova momentin ta bëja këtë dedikim nisur nga fakti që ka ndikuar shumë vepra e tij, personaliteti i tij, në atë çka unë përfaqësoj në muzikë, aq rëndësi sa kam, dhe ky ishte një akt respekti për të, në mënyrë veçantë i provokuar edhe nga fakti që nuk e kemi më mes nesh, dhe sigurisht në tingujt e kohës parë të simfonisë të Eposi gjendet shumë edhe trajtimi që Ismail Kadareu ka bërë temave të mëdha të veriut, siç janë Besa, Gjakmarja, ai peizazhi mrekullueshëm i veriut Shqipërisë, kështu që kohë e parë simfonisë mban titullin Epos, për të eksploruar, siç e thash, veriun e Shqipërisë. Kohë e dytë zbret thellë në jug. Është një kohë ndryshme, edhe në karakter shumë e qetë, quhet ISO, dhe ndryshon dhe formacioni orkestral, ka një dedikim për këtë kohë. Unë kam patur një profesor
që ka ndikuar shumë tek unë në momentin mbas viteve 90 kur të gjithë kishim një pikpyetje se si do jetë gjua muzikore e veprave videoshkrues mbas rënies së komunizmit. Është e vërtetë që kemi patur një traditë shumë interesante në Shqipëri për muzikën tradicionale, por vinte një moment që ai ndikim, ajo mbyllje që patëm për vite të tëra na kishte izoluar disi nga bota dhe profesori gjerman Wolfgang Hufschmidt, i cili më ndihmoi shumë që në një moment kur kërkoje dritën, të më orientonte në mënyrën e dur, jo thjesht për faktin që unë kam shfaqur tendencën për të orientuar nga trashëgimia muzikore popullore gjatë gjithë kohës, po për të patur një lloj hapje më të gjerë ndaj konceptit se si mund të shfrytëzohet kjo traditë tashmë në një botë ku stilet janë pluraliste. Pra jo thjesht një mënyrë tradicionale e trajtimit. Kështu që koha e dytë ISO është një dedikim për profesorin tim të ndjer dhe në pikpamje të gjuhës muzikore sigurisht qetësohet shumë pasi është e ngjashme me ato penelatat e ISO-s të cilat mbështesin këngën me ngjyra dhe sigurisht aty kemi të bëjmë me një peisazh tërësisht jugor. Dhe sigurisht që është karakteristike juaja, ju njiheni për këtë që gjithmonë mbështeteni tek tradita, jeni një nga ata kompozitorë shqiptar që frymëzimin e merrni tek muzika popullore shqiptare, tek trashëgimia jon. Me keqardhje po largohem tani nga skicat e Ismail Kadares, nga skicat që ka realizuar Max Velo, për të vazhduar në një drejtim tjetër, apo jo, sepse këtu ka kaq shumë gjëra për të vizituar dhe për të parë. Jemi te koha e tretë dhe e katërt. Koha e tretë shënon pikërisht kalimin drejt gëzimit. Pra në rast se dy kohët e para ishin disi arkaike, të zhytura në tisin e historik, koha e tretë që quhet kthesa, kthehet në një realitet më të gëzuar, më të përditshëm, dhe këtu kemi parasysh diçka që lidhet strukturalisht me kaban. Nuk pasqyrohet kabaja, pjesa e parë e kabas, si zakonisht është vajtimore, po pjesa e dytë. Atëherë ju këtu shkoni ke vendlindja, shkoni ke fëmijëria. Absolutisht, këtu kthehem te rrënjtë e mia. Koha e dytë e kabas quhet kthesa në popull dhe koha e simfonisë quhet kthesa. Pse kthesa? Sepse momenti i parë ose pjesa e parë e kabas ka intonacione vajtimore dhe njeriu do që në fundit ta ndryshojë këtë gjendje dhe zakonisht kthesa është një valle dhe pikërisht koha e tretë quhet kthesa, është një valle e plot, e ngjeshur me maksimumin e përdorimit të orkestrës, motivet shkojnë e vinë, do të thoja kryesisht në jug, gjithmonë si intonacione, por edhe në Shqipërinë qendrore. Kjo është një kohë e veçantë për mua sepse ju dedikohet pikërisht dirigentit që interpretoj, Eno Koçës. Kam një histori shumë interesante të lidhjeve me të. Kam qenë djalë i ri rreth 25 vjeç kur për të parë më luajt një vepër nga Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Publik Shqiptar, e drejtuar nga Eno Koço. Ishte një ëndër. Mos e ishte para viteve 90. E pa imagjinosh për 25 vjeçar apo jo, për profesionin tuaj. Sa kisha përfunduar shkollën dhe gjatë gjithë këtyre viteve në mënyrë të veçantë e kam ndier prezencën e maestro Enos në të gjitha ato raste kur kam shkruar vepra për orkestër, ai gjithmonë ose ka qenë një lloj kuptimi porosit si tyre ose ka qenë interpretues i tyre. Meqense jemi tek orkestrat e dirigjenti, me aq sa kam vënë unë, ju jeni një kompozitor i vështirë për të luajtur, pasi veprat tuaja teknikisht janë shumë impenjative dhe kërkojnë shumë nga instrumentistët. Nuk do ta thoja i vështirë, është ky raporti që ka të bëjë me gjuhën muzikore. Dëshiroj të them dy fjalë. Ju pretendoni shumë nga instrumentistët dhe vërtet kërkoni një angazhim, aq sa kam bërë unë, një angazhim maksimal. Kërkon një angazhim sepse siç e thash lidhet me gjuhën. Ne këtë kemi mundësi, nuk kemi fjalën, nuk kemi lëvizjet e trupit dhe gjuha muzikore për të komunikuar duhet të zotrojë të gjitha ata aparat që lidhet si me leksikun, si me gramatikën, po e bëj një krahasim, që në mënyrë të tillë që të mos jetë një gjuhë si me thënë e zhargonit, e thjesht, po një gjuhë e cila është në gjendje që të jap gjithë ato, le të themi, dinamika ose gjendje shpirtërore që dëshiron të paraqitesh, sepse dihet që muzika nuk pasqyron një situatë konkrete, por përfaqëson gjendjen, sepse nuk jemi në kushtet e një shkence eksakte. Kështu që veprat shkruhen në mënyrë të veçantë, veprat simfonike shkruhen me një përgjegjësi shumë të madhe dhe normalisht prandaj kërkon maksimumin e përkushtimit nga instrumentet. Dhe koha e tretë e ka këtë gjë. Po për fat të mirë, dhe këtu dëshiroj të them edhe diçka për unë nuk mund t'ju ndaj nga pianoja dhe mund t'i ftoj dhe të uleni pasi ju besoj. Ajo ka një temë shumë jeni të lidhur në mënyrë ka një temë shumë interesante, për shembull është
Faleminderit. Është i thellë një melodi që e kam, le themi, studiuar gjatë kohës kur merresha me muzikën instrumentale mesaze, dhe kësaj melodie i jap gjitha ato dimensionet që kërkon kur transferohet në një orkestër, për ta shndruar në një gati do ta quaj një temë me variacione jo thjesht kompozicionale, por dhe timbrike, sepse orkestra ta jep këtë mundësi, dhe për të kulmuar do të thoja në një apoteoz, si një shenjë për të paralajmëruar kohën e katërt. Koha e katërt e simfonisë quhet Heng. Hengu vërtet është një fjalë, jo, se më ka zënë vend në gjuhën shqipe, por që do thot gëzim. Është, si më thënë, a hengu që e kemi dëgjuar të gjithë, përbëhet nga shumë hengje. Pra, si më thënë, a hengu është një gëzim i madh që ka disa, le të themi, fraksione gëzimit vogla. Unë pikërisht marr një nga këto fraksione të gëzimit, dhe sigurisht këtë kohë ja dedikoj profesor Çezadejs. Edhe do të them edhe diçka për profesor Zadejn. Pata fatin që ta njihja që në moshë të re, diku te 18 vjeç. Ai më përgatiti për të futur në shkollën në Institutin e Lartë të Arteve. Dhe pra asaj kohe fal bonsensit të tij, fal frymës që ai përcillte në të gjithë brezat e kam qenë afër tij, sepse ai i inkurajonte në mënyrë të veçantë kompozitorët e rinj, dhe është një lloj amaneti që ka lënë dhe që përpiqemi dhe ne sot ta transferojmë tek brezat më të rinj të kompozitorëve. Dhe pse Zadej kohën e fundit? Sepse Zadeja është ai që në kohën ideologjike më të mundshme për Shqipërinë, ai bëri të mundur me artin e tij, me muzikën që ai shkroi, të çlironte sa të ishte e mundur ndikimin ideologjik ndaj muzikës në Shqipëri. Dhe fakti që gjatë asaj periudhe jo vetëm u krijua Konservatori Shtetëror i Tiranës në 1962, ku ky themeloi katedrën e kompozicionit, apo pak më përpara Teatri i Operës dhe Baletit në 56, për të vazhduar me institucione të tjera. Në 67 u themelua ansambli kombëtar i këngëve dhe vallë popullit, në 57, ku Çezadej ishte gjithashtu drejtor artistik. Është personaliteti i cili ka shenjuar me veprimtarinë e tij njerëzore dhe krijuese gjithë zhvillimet e muzikës shqiptare nga vitet 50 deri në ditët e sotme. Ka hedhur, mund ta themi, dhe i shkon kjo fjali, ka hedhur themelet praktikisht të çdo institucioni muzikor në vendin tonë. Absolutisht kuptohet, nuk ishte vetëm, kishte edhe kolekt të tjerë, por rolin prijës së tij ja kanë njohur edhe bashkëkohësit e tij, e përmenda këtu profesor Tishin apo Tonin Arapin apo Prengakovën, që ishin personalitetet e asaj kohe. Dhe pikërisht vinte koha e katërt si një kun festivi të gjithë simfonisë, pra një përmbledhje e të gjithë, le të themi, hengjeve, gëzimeve që ka shqiptari, dhe aty ndjenit koloriti pothuajse i gjithë Shqipërisë. Sigurisht me ato teknikat kompozicionale që ne kemi, në fund të kohës katër, kam përmbledhur gjithë temat kryesore të kohëve të tjera, për të treguar që ka një unitet të tingullit në botën shqiptare, pavarësisht se je në veri, je në jug, je në lindje apo në perëndim, për t'i dhënë një kuptim pra titullit që zgjodha për simfoninë Albanoj, për ta shndruar këtë vepër në një vepër të tipareve muzikore të njeriut shqiptar. Jo, sigurisht që duke na dhënë këtë shpjegime shpërndat meritën të kaq shumë kompozitorë dhe figura të artit shqiptar, po unë dua të flas për profesor Vasil Toler, ai i cili ka një meritë të padiskutueshme për krijimin e kësaj muzike të bukur, e cila i ka rënjët dhe e ka burimin tek muzika shqiptare. Ju edhe tek opera solene Skënderbeu, ju jeni kushtuar shqiptarëve Skënderbeut, edhe këtu gjithashtu tek Albanoj. Vjen natyrshëm kjo, si pasojë edukimit tuaj, e mënyrës se si është rritur Vasil Tola, se si është edukuar, se si është lidhur me muzikën, pra që e merrni muzën dhe frymëzimin nga këto figura shqiptare, nga muzika shqiptare. Është një pyetje që më jep mua mundësinë ta përdor si një çelës për të thënë se cila është qasja ime ndaj muzikës. Po, është e vërtet kjo gjë. Normalisht kompozitorët mund të shkruajnë siç edhe shkruajnë, siç edhe unë shkruaj, thjesht edhe nisur edhe nga vetvetja, nga individi. Por ne kompozitorët kemi një fat të madh, kompozitorët në Shqipëri, që ende jetojmë në një realitet ku trashëgimia muzikore, ajo që e quajmë jo materiale ose shpirtërore, është ende e fortë. Dhe nuk është e mundur për një krijues normal që të mbyll syt ndaj gjithë kësaj pasurie që ekziston
në Shqipëri dhe të vazhdoj të kërkoj, le të themi, të shkruaj diçka jashtë këtij konteksti. Unë e di që në një vit, në një kohë të caktuar, ndoshta pas 50 vitesh, ky realitet do jetë realitet global, normalisht do t'i kemi të gjitha gjërat një rambin identitar, por nuk do jetë kjo prezencë kaq e madhe dhe e di që kombësorët në atë kohë mund të vazhdojnë të shkruajnë në rrugën e tyre si shkruajnë edhe kombësorët në Evropë. Po për fat, gjenerata ime, brezi im, ashtu si dhe gjenerata e profesorëve tanë, jetuan në këtë realitet dhe e kuptuan që nuk mund të kishte një qasje tjetër ndaj muzikës që ata do shkruajnë e palidhur me këto rrënjët e trashëgimisë. Dhe kjo nuk është thjesht një qasje e kompozitorëve. Përmendëm Ismail Kadaren. Ismail Kadarea ndërtoi një gjuhë, një letërsi bashkëkohore duke ju referuar miteve dhe legjendave shqiptare. Duke përdorur gjuhën shqipe, që është një lloj kuptimi si muzika, në rastin tonë muzika popullore, në një mënyrë krijuese, shpeshherë duke krijuar dhe neologjizma, duke sjellë dhe fjalë të reja. Pra në një lloj kuptimi, qasja ndaj trashëgimisë është një trend, do ta quaja, i të gjithë krijuesve shqiptarë dhe atyre të arteve pamore. Pse? Sepse ka një pasuri jashtëzakonisht të madhe në këtë territor. Hapa sapi, Shqipëria po bën vërtet hapa shumë të mira drejt UNESCO-s. Së fundi suksesi ynë e ka emrin Kthimi i Tropojës. Apo punohet edhe për të tjera vepra që na përfaqësojnë. Dhe unë do pyesja për Kaban, pasi e di që ajo ju dhëmb më tepër dhe keni ndjeshmëri më të lartë. Po, jam marrë me Kaban, se është një gjini shumë e veçantë, me Kaban që interpretohet me klarinet ose me violin, edhe këtu dëshirohet përmend për publikun faktin që në vitet 20-40, kur filloi dhe tradita e madhe e përdorimit të veglave të temperuara europiane si klarineta, violina apo në një vegël tjetër në muzikën popullore qytetare, patëm fat se patëm disa mjeshtra të mëdhenj, unë do përmend disa emra për tyre, kam parasysh Selim Leskovikun nga Leskoviku, kam parasysh Bilbil Vlorën nga Vlora, kam parasysh Vagel Leskovikun dhe disa mjeshtra të tjerë të cilët ishin aq të jashtëzakonshëm në zotrimin e klarinetës apo të violinës, sa krijuan disa tipologji që sot ne i quajmë kaba, që gati janë të ngjashme si koncertet me klarinet ose me violin të muzikës së kultivuar. Aq impenjative janë. Biles nga ky miksim i veglave të temperuara me muzikën popullore, lindën pra këto gjini të reja, ashtu siç pak a shumë lindi dhe muzika e jazzit në Amerikë, që është gjithashtu një kombinim i veglave, por në këtë rast ndoshta ajo klarineta, violina, apo trompa, tromboni apo saksi, me rrënjët e muzikës etnike të zezakëve dhe bluzin e famshëm amerikan që lidhet me fen, dhe për fat të dyja këto kultura, dhe t'i kthehemi te UNESCO, janë në UNESCO sot. Sepse ju më pyetet për Kaban për në UNESCO. Në fakt Kabaja është pjesë e kulturës së polifonisë me ISO të Shqipërisë së Jugut, kështu që është e futur. Ajo automatikisht është automatikisht sepse është brenda tipologjisë të polifonisë me ISO. Pra ajo përfshin shumë, përfshin këngë, përfshin valle, përfshin instrument. Është përfshirë brenda asaj dosje. Është përfshirë asaj. Sa i përket çfarë po përgatitemi tjetër, vërtet ka patur një qasje shumë interesante do ta quaja të ministres Margariti, kur ishte ministre e kulture, e cila i krijoi një vëmendje të veçantë le të themi kandidimeve të dukurive jo materiale të Shqipërisë në UNESCO, dhe gjatë kësaj periudhe patëm disa suksese. E para është trashumanca. Trashumanca është shtektimi baktive nga një zonë në tjetrin dhe nuk është thjesht e fokusuar me baktim, po me gjithë ritualin që ndodh gjatë shtektimit, pra me këngët, me vallet, me veprimet që kryen. Kjo ishte një dosje multinacionale, quhet, sepse kishin futur 2 shtete ngjitur me Shqipërinë dhe u bë dhe Shqipëria pjesë. Pra kjo është e para. E dyta arritje ishte Xhubleta. Xhubleta, një krye monument do ta quaj trashëgimisë son, e kombinuar dhe materiale dhe jo materiale, sepse Xhubleta nga produkti është materiale, po nga diebërja quhet është jo materiale, është gjithashtu një arritje shumë e madhe. Dhe e treta është Kthimi i Tropojës. Kemi qenë jashtëzakonisht të gëzuar që arritëm këtë gjë, në mënyrë të veçantë fal punës së jashtëzakonshme të koreografit të Tropojës Skënder Haklaj dhe një grup pune që u mor me këtë gjë, sepse kjo vendosi një balancë mes dukurive jo materiale të Shqipërisë së Jugut dhe të Shqipërisë së Veriut që janë në UNESCO, sepse në një moment u krijua një disbalancë duke thënë po mirë, dale se pjesa tjetër nuk ka dhe ka mrekullira, ashtu siç do thoja që kandidimi më i ri pasi dosja përgatitore është mbyllur, është regjistrimi i lahutës dhe i këndimit me lahut në UNESCO,
që është vërtet një dosje sfiduese, por kam bindjen që do të jetë një dosje fituese pasi trashëgimia epike me Lahut është një nga kryevlerat e gjithë trashëgimisë kulturore shqiptare. Dhe ne shpresojmë që kur kjo të arrihet kemi mundësi të bëjmë një tjetër bisedë së bashku të natoni pasi koha fluturoi, madje e kaluam. Ishte një bisedë shumë e këndshme profesor. Unë ju uroj shumë suksese dhe siç thash ju lë takim kur Lahuta të pranohet në UNESCO. Kaluan vërtet 30 minuta? Kaluan. Faleminderit. Edhe juve me shpresë të takohemi për këtë që ju thatë, për një sukses të radhës të dosjeve të kandidimit të dukurisë jo materiale shqiptare në UNESCO. Suksese. Faleminderit.